Mirëmëngjesi për juve në studio dhe mirëmëngjesi për gjithë shikuesit që po vazhdojnë t'jenë bashkë me ne. Unë kafën e partë të mëngjesit kom vendosë gjithmonë e kom bo një farloj si rubrik personale me pi me një mësafer. E për sot e kemi Ilira Abdiun, klarinetiste, e cila do na flet më shumë rreth karrierës së saj, se me çka po mirret Ilira dhe çka ka në plan ajo. Mirëmëngjesi Ilira. Mirëmëngjesi Lart. Më vjen mirë që jemi taku sot dhe kafën e mëngjesit po e pim së bashku. Ilira, unë kështu e kom bo si një ndër pyetjet kryesore që po bëjtë gjithë ftuarit se si e i fillojnë ata mëngjeset. E njëjta pyetje vlen edhe për ju, si i fillon Ilira mëngjeset e soja? Mëngjeset e mia janë shumë të ngjeshura, pasi që kam një vajzë të vogël dhe duhet ta përgatis për në kopsht, dhe zakonisht nuk na mjafton gjumi dhe do të zgjohemi si për ngutë të veshëm i shpejt dhe të fillojmë punën bashkëshorti, vajza edhe une. Kështu e kemi mëngjesin shumë të ngutshëm, por pastaj pasi të mbërrim në punët tona fillojmë me nga një kafe dhe pastaj fillojmë, sepse ajo mëngjesi e ka një farë lloj zgjimi nga gjumi. Trupi dëshiron pak më ngadalë dhe jo ashtu shumë shpejt, kështu që një kafe në mëngjes patjetër për mua është e domosdoshme, pastaj me fillu punën. E sot kafën e mëngjesit, unë kam derin me pi me juve. Ilira, unë e ceka në fillim që ju jeni klarinetiste. Për gjithë shikuesit tonë, a mundeni me na tregu se si ka fillu pasioni për klarinet? Po, fillimisht unë kam jetuar në Gjermani dhe pastaj jemi kthyer me gjithë familjen në Kosovë. Dhe pastaj duke u munduar ta gjej veten në shoqëri dhe në aspekte të ndryshme, pastaj vendosa të filloj të studioj muzikën si bashkëpunëtore fillimisht, një drejtim i përgjithshëm, dhe kam qenë duke mësuar pianon tek Elizabeta Musliu, e cila më ka propozuar të mësoj dhe klarinetën, dhe pastaj gradualisht duke i mësuar të dyjat u kyqa më tepër në instrumentin e klarinetës. Dhe pas shkollës së mesme vazhdova të studioj klarinetën si instrument kryesor në fakultet dhe pastaj përfundova dhe masterin. Tash jam mësimdhënëse e klarinetës në shkollën e ulët të muzikës në Vushtrri. Atje jap mësim fëmijëve se si të luajnë në klarinet. Dua të shfrytëzoj këtë moment të cekje edhe që kam filluar të shkruaj në një libër i cili është për metodë të mësimdhënies në shkollën të ulta të muzikës për klarinet. Nga mungesa e literaturës në gjuhën shqipe, kjo më ka shtyrë, domethënë, që të mirëm edhe në këtë aspekt, si një lloj ndihme edhe mësimdhënësit edhe e nxënësit, pasi që mendoj të shkruaj shumë edhe teori muzikore aty. Dhe kështu profesioni i klarinetës dhe kam ardhur deri këtu, domethënë së fundmi isha edhe pjesë e një projekti në Bullgari, i cili më ka motivuar shumë në këtë drejtim, sepse unë luaj më tepër muzikë jazz dhe kam studiuar për muzikë klasike, ndërsa siç e dim të gjithë, me muzikë jazz nuk është se kemi shumë aktivitete dhe pak ai disponimi bie, por Bullgaria ka qenë ashtu një ngritje e vetbesimit, e motivimit, e gjitha këto. Ilira, unë personalisht një pak femrat cilat luaj në instrumentin e klarinetës, po juve çka është diçka më saktësisht që ju ka shtyrë akoma me vazhdu rrugtimin tuaj si profesioniste në këtë instrument? Po, ka femra që studiojnë, ka në trombon, në horn, në trumpet, në klarinet, janë disa kolegët e mia që i respektoj shumë. Gjithmonë përveç profesionit është dashuria ndaj profesionit, se me zor nuk mundesh me punu, me shku në punë, me zor nuk mundesh me studiu diçka ma thellësisht, kështu që dush edhe me dashtën që ata që e ban. Edhe muzika në familjen tonë ka qenë e pranishme. Unë e di që nana ime kur ka qenë e re ka këndu në për neja me defa, me të tjera vajza.
Pastaj vllai im është shumë i dhënë pas muzikës dhe jemi rrit në një farë fryme muzikore, pastaj lind ajo dashuria ndaj muzikës edhe e mëson. Kur të mëson më thellësisht duket edhe më interesant se disa gjëra lidhen për shembull muzikë edhe me matematikë edhe me fizikë, instrumente se si është ndërtuar e tjera. Dhe do thotë si përfundim i kësaj pyetje është dashuria për profesionin. Qenë ka pak a shumë sikur në gjene muzika kështu në familjen tuaj. Mund të them deri dikun. Sa isha në Bullgari, më ka rastis të bisedoj me instrumentistët dhe ata më thonin që unë nuk mundem pa ushtru çdo ditë, unë ushtroj çdo ditë sepse është pjesë e tij shpirtërore ose e saj shpirtërore dhe për shembull thoshte saksofonisti që sapo të zgjuam në mëngjes, kafën e mëngjesit nuk e pi, por drejtën saksofon ushtroj. Kështu që instrumenti kërkon ushtrime të përditshme nga 5-6 orë në ditë, dikush ushtron 8 orë në ditë dhe ajo ndër vite kultivohet një lidhje e jotja me instrumentin dhe te ata njerëz që janë shumë aktiv dhe shumë të suksesshëm, ajo është pjesë e pandashme e jetës së vet. Ilira, po ndalemi pak tek 3 albumet tuaj. Janë albume personale të kompozuara nga jo. Apo na tregon pak rreth zhanrit të muzikës, cilin ju e luani, e cekët që mirreni pak me jazz, është një farë lloj zhanri i përzir, po për gjithë shikuesit që janë të interesuar, apo na tregon edhe se cili album është, ju vetë se i keni 3 albume, po si çdo artist, një vepër e ka pak më për zdamër. Po, albumet janë kryesisht Balkan Jazz, që do të thotë muzikë tradicionale e Ballkanit, ose thonë më saktësisht muzika jonë e vendit tonë, e Kosovës e Shqipërisë, e gërshetume me tinguj të muzikës jazz, me harmonie dhe ritme të muzikës jazz. Këto i kam gërshetuar, do me thonë, për mes instrumentistëve me të cilët kam bashkëpunu, si që është Ilir Bajri, Driton Bejta, Gent Rushi, Enes Beu, Fatlind Ferati, Duga Gjini, Avni Krasnici, do me thonë këta ja kanë dhonat frymën e muzikës jazz, por edhe disa solo që i kam futur edhe unë në instrumentale, i takojnë kësaj lloj muzike, ndërsa temat janë frymëzim nga vendi jonë, nga muzika jonë e kalume tradicionale, e cila është shumë e bukur dhe të cilën mendoj që do ta çmoj më tepër. Por të gjitha janë kompozime origjinale, nuk janë riaranxhime. Dhe ka disa instrumentale që më pëlqejnë më shumë ose më prekin më shumë. Për shembull Shqiptar, që është një melodi melankolike e cila i ngjason pak muzikës së Shqipërisë së Jugut. Pastaj është një instrumental të cilin ja kam kushtuar babait tim, i cili ka ndru jetë që 2 vite. Ajo është një instrumental që më prek më shumë dhe më ngjall kujtime. Ndërsa te Një kafe në Paris është ka disa melodi pak më të gëzueshme. Aty është një instrumental Champs-Élysées që e përfaqëson edhe qatë venin në Paris. Është Montmartre, do me thonë krejt Parisi përfshihet në album, sepse pikërisht në këtë album kam qenë duke imagjinu veten duke e pirë një kafe, sikur me ty tash, midis Parisit. E shpresoj që ndodh sa më shpejt. Ilira, presim album të 4 nga ju. Një album i 4, mund të them që është vetë se pothuajse i përfundum bashkëpunimi jam në albumin e 4 me instrumentistët në Bullgari, kemi incizu 4 instrumentale atje. Jam bashkëpunëtore aty, ndërsa albumin e 4 dua të marr pak më ngadalë kohën, sepse 3 albume deri më tani, i 4 mendoj që duhet me qenë pak më bombastik. Dhe për këtë arsye, po, sigurisht që i 4, sepse motivimi është i lartë tani tekun dhe po mendoj ta filloj
vetë se instrumentalin e pare kam kompozuar dhe mendoj që të vazhdoj. Shpresoj që vajzat mos më sjellë shumë probleme, se po më duhet ose në pauzë të punës me punu, ose dikur pas mesnate, por po mundohemi si nana me qenë edhe në profesion të suksesshme. Besoj që kemi dalë Ilira, unë ty të uroj shumë suksese, e përshëndesim edhe vajzën tënde dhe faleminderit edhe njerë që gjatë të kohën me kalu këto, me bisedu rreth albumeve, rreth karrierës dhe shpresoj të takohemi përsëri. Faleminderit shumë, lartë dhe më vjen mirë shumë që të rinjët si ti e kanë zgjedhur një rrugë profesionale dhe me vetbesim dhe përkushtim ndaj punës, kështu që të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. E shikues të dashur, kaq kishim nga kjo linjë direkte ku biseduam bashkë me Ilirën rreth karrierës së saj. Unë po e kthej linjën përsëri në studio dhe miru pafshim.